I trajningut, por edhe si ish futbollist. Kjo Dian Arbri në rolin e trajnerit të Tomori. Alessio Colonia, lëviz lap mirë, futet drejt zonës së rretësisë. Tësimi me të jashtëm, e shtyllë dy tash. Ja vron Fabrizio Çulli të shohim. Kozimi, apo në rrjet. Realizon Fabrizio Çulli. Shifat, Butrimi i Tomori 0, më çar goli. Palacios ka shqetësim me Boateng. Palacio. Ka goditje dënimi. Nduar kryesori Ermal Gryka, por është karton i verdh vetëm për numrin 18 Boateng. Si do të shohim, kartoni i verdh për ta. Është ajo çfarë thamë dhe pak më parë, është kartoni i verdh për ta. Krosimi në lartësi është pikërisht numri 18 dhe jo thotë është mirë ritëm portieri Kreshik Ndreca. Dhe gjyqtari 4 po të sëraku Olsi Terata. Ka nisur pjesa 2. Gene, goditje realizon Benjamin Gene. Barazohet shifrat në stadiumin Andolapa, një Eurogol i Benjamin Gene. Pius e marrë sërish munde dhe është shtylla dhe më pas skuadra e Tomorit realizon dhe duke se është numri 16 Kleidion Arbri. Të shpikri shu Kleidion Arbri, a i cili përmbys rezultatin. Largohet Nelson Pius në vëndë ti Kristi Basha. Butrindi në 1-2 shifrat. Në këto momente një përmbysje të shmëndë në arë kungor 6 minutave skuadra Tomorit. Shojë, koshim e zonë! Realizon! Shpirtërisht! është ai! Një gol i mrekullueshëm! Por do të çojë Cordova Palacio! Simi, shtylla dytë, shtyr topi me kot! Basha! Kristi Basha! Realizon Butrimi! Po gosht! Jo 5 të çmendur! 3 me dushifrat! 3 minutën! E 87 diçka! Jepja të verdhën, bravo! Do t'jetë karton i verdh për protestë, dhe duke se është për portierin me City, ka karton verdh për protesta në spiki shu. E gjithë tifozëria në këmbë në këto minutat të fundit. Është karton i kuq për Ervis Çaçon. Karton i kuq për Ervis Çaçon. Protestat vazhdueshme ndaj protestat të vazhdueshme ndaj ansorit nga fushkruja Orges Loci. Butrindi përmbys shifra 3-2, një gol spektakolar i Kristi Bashës. Dhe kokë është pretenduar se topi ka kaluar vin fundore. Simi, shtylla dytë, shtyr topi me kokë! Basha! Lala, e ka ullur, Camilo, e kërë dhe ka Montev dhe realizot për është. Lala, e ka ullur. Camilo, e kërë dhe ka Montev dhe realizot për është. E është pozicion dhe pa regull. Ka ngritur flamurin, asistenti Orges Loci. Është realizimi i Ermal Grykës, Butrimi 3, Tomori 2. Po, ndodhen 2 përmbysje gjatë lojës. Normalisht, rezultati final na kënaq, po mënyra si vajti ndeshja, kemi shumë gjëra për të rregulluar. Ky është një ekip që akoma po ndërtohet. Është një ekip që filloi nga fillimi në BR dhe tani jemi po hym në muajin e 3 të punës dhe është logjike që ky ekip ka akoma gjëra për të përmirësuar. Unë dua të falenderoj djemt për dëshirën që treguan sot, që besuan deri në fund se këtë ndeshje mund ta fitonin dhe arritën ta kthenin ndeshjen, sepse në fundit lojtarët luajnë, trajnerat thjesht janë nga jashtë. Dhe Butrindi këtë vit ndoshta nuk ka objektiv të fiksuar vendin e parë, po Butrindi do luftoj çdo ndeshje për të marrë 3 pikët. Kjo është e sigurt, si në Sarand, si në Berat, si kudo. Ndeshja
edhe për Beratin dua të them që ishte një ekip mjaft serioz, një ekip luftarak, siç kanë qenë gjithjetën, ekip me grind dhe u bë një ndeshje mjaft e bukur fal edhe tyre.